del Meshhur Hasan i Jordanit dhe na nxjerr fjalë shumë të rënda për këtë dietar të madh, dhe thotë ka qenë i gutshëm. Kështë të vërtet që Sheikh Rabia ka qenë i gutshëm. Sheikh Rabia ka bo, a dini para si me paralajmëru për Safar al-Hawalin, ai ka bo, i ka shkru letër Safar al-Hawalit. Para si me folë kuna Ali al-Halabiut, 5-6 vite, më shumë, i ka shkru. Salman Audës, Abdurrahman Abdul Khalik, Adnan Arurit, sa vite. Dhe për këtë, si që kanë thonë djetarët, lem jeksar fi ma'rakatin khadafia. Asnjë betejë se ka humbur. Sepse ka pas me sinqeritet. Unë kam pas nderin me taku disa herë, por si me thonë, këshilla kryesore që kam pa dhe në ka këshillu, është me njeriu me qenë i sinqert. Aleikum bis sidq. Pra me qenë i sinqert në fjalë, me qenë i sinqert në vepra. Prandaj nuk ka lëvizje rëbjoca. Kjo është mashtrim. Ai që ju thot ka lëvizje këta janë rëbjoca, dije se ai ka njolla të tekfirizmit, të xavarizmit. Pra e nuhat me njëherë se ai i mbron me Sejt Qutb, me Hasan al-Banna, me Maududi, me Qardawi, me Ahmed, me pasues bidat, me Sha'rawi, ku ta diun. Si thot këta janë rëbjoca.